Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek një artist shqiptar i cili muaj më parë, konkretisht një muaj e gjysmë më herët, ka bërë një deklaratë të madhe në rrjetet sociale që nga të gjitha dasmat në fakt që ai do të ketë, do të mbledhë një shumë të konsiderueshme për djalin e Shpat Kasapit, tashmë Shpatin të ndjerë. Deklaratën e ka bërë të ditur Labinot Tahiri, një këngëtar i dashur për të gjithë shqiptarët, i cili në fakt në rrjetin e tij social Instagram e ka ndarë këtë lajmin të madh. Por çfarë ka ndodhur realisht me këto para? Këngëtari i njohur Labinot Tahiri ka bërë të ditur se më 10 gusht do t'ia dorëzoj 5.000 euro djalit të këngëtarit të Shpat Kasapi, duke theksuar se këtë veprim nuk e bën për lavdi, por për të mbajtur fjalën të dhënë. Përmes një postimit në Facebook, Tahiri ka bërë të ditur se synimi i tij nuk përfundon me këtë ndihmë, pasi ka premtuar se shumë shpejt do të sigurojë një shumë edhe më të madhe parash për Roelin e vogël, në mënyrë që t'i shërbejë gjatë gjithë jetës dhe t'i lehtësoj familjes vështirësitë financiare. Labi thot kështu: "Nuk e bëj për lavdi, por sepse fjala e dhënë duhet që të mbahet", ka shkruar Labi duke theksuar se çdo fëmijë meriton edhe një shans më të mirë në jetë. Desha me ju tregu, thot, krejtve shqiptarëve dhe publikut të Shpatit, kudo që janë, se me 10 gusht do t'ia dorëzoj 5.000 euro djalit të këtij loqkomani. Nuk e bëj për lavdi, por sepse fjala e dhënë duhet me u mbajt. Pas kësaj shume, 600 euro janë nga familja e Denisit nga Gloggjani, të cilët atë natë në dasmë më 29 korrik i adhuruan me zemër të pastër. Respekt e Zoti i shpërblef për këtë gjest. Edhe një obligim tjetër e kam t'ia ndaj Roelit me ndihmën e Zotit. Shumë shpejt do t'ia siguroj një shumë të madhe parash që t'i shërbej për tani jetën e tij dhe më mos të ketë situata të palakmueshme zonja Selvie dhe familja e Shpatit. Kujt i mundon ky veprimi imi, le ta di që unë mire me këtë punë dhe që prej jam dalë në rrugë duke bërë zgjidhje. Kjo është dëshira ime dhe besoj se çdo fëmijë meriton një shans të ditë. Nën Tereza, thot Labi, na ka lënë një amanet të bëjmë vepra, jo vetëm fjalë, se edhe ajo ishte shqiptare. Shqiptari kur e jep fjalën duhet ta mbaj. Kjo është pasuria më e madhe që e kemi si komp. Me shumë respekt dhe mirupafshim me gëzime, Labi i Kosovës edhe i Shqipërisë. Labinot Tahiri nuk është në fakt hera e parë që bën një ndihmë të tillë, por siç duket ka përzgjedhur për djalin e Shpat Kasapit që në këto ditë të vështira të jetë pranë familjes Kasapi.